Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Ejat e ne, për të vazhduar me rubrikat e radhës. Ja, qesh. Kemi buzëqeshje pafund për miqtë që na ndjekin. Do të kemi dy hapësira shumë interesante në vazhdim. Do të flasim për leshin. Është një nga traditat e shqiptarëve, na mban aq ngrohtë gjatë dimrit, edhe të gjithë ja dim vlerat, por do të flasim sot për leshin kualitativ. Shumë mirë. Ti do spostohesh në rubrikën e në artizanales, po. Ndërkohë që unë do spostohem në këndin tjetër, ku do t'jemi pas pak me manualin e sjelljes. Shihemi pas pak. E tek rubrika që do të kemi tani në fillim, kemi sipërmarrësen Alice Muto. Mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do të vazhdojmë bisedën e dashur me njëherë pas sigletës. E përmenda pak më parë, në hyrje të pjesës së dytë të emisionit, që do të kemi sot tematik pjesën e leshit kualitativ, të punuar më saktë në formë kualitative, sa më cilësore. Dhe pikërisht për këtë... Dhe kjo pjesë kualitative do të cilësojmë pjesën që është bio, le të themi, që është e paprekur nga materialet përpunuese, por bëhet vetëm me dorë. Dhe ajo e krijon pjesën kualitative sepse nuk i humbet vlerat leshit. Pra siç thoshën dikur nënat tona, leshi i përdorur nga delet i palar, ai ka gjithë vetit kurative. Dhe pse i ka vetit kurative? Sepse aty përmbahet pjesa biokimike që delja ka dhe aty është lanolina, aty janë pjesa termike që jep leshi, pra izolimi që na jep për temperaturën në ditët që neve jemi sëmur, apo dhe në një dhimbje kyçesh, ajo direkte e shikon që të jep një ndryshim, një efekt dhe të përmirëson gjendjen aktive që ka. Vërtet, ndaj ka qenë aq edhe i kërkuar dhe i pëlqyer edhe shumë vite më parë, por kam vënë re që është kthyer në vëmendje përdorimi i tij. Për faktin se neve po jemi pak më koshient për trupin ton, dhe sidomos për fëmijët tanë, dhe mua prandaj më lindi kjo ide sepse u kujdesa për fëmijët e mi. Dhe duke u kujdesur për ta, thash, po prit, kjo është një gjë që mund t'i japi ndihmë edhe mamave të tjera, jo vetëm mua. Dhe në fakt t'i krijoja në napa pambuku, sepse ndonjëherë fëmijët e vegjël kanë iritime në lëkurë, dhe vendosa në një nap pambuku që është shumë me pore shumë të hapura dhe mund të ndihet aroma edhe kurative e leshit, ata mund ta përdorin të pjesën e gjoksit dhe në ditët që kanë kohë t'ja u përmirësoj. Dhe ajo çfarë ndodh realisht është që thjesht krijohet një mikroklizëm dhe një mikronatyrë brenda në pjesën e kraharorit dhe i mbron për të qarkulluar gjaku. Pra ngrohja që jep përdorimi i leshit të deles, ajo e ndihmon pjesën e marrjes së frymës, e lirimit nga mukusi i tepër i ngarkuar, dhe fëmijët e shikojmë domethënë direkte ndryshimin tek ata. Për 2-3 ditë përdorim, domethënë dallohet që është përmirësuar dhe si kolla. Sa kohë u bë që po merresh me këtë sipërmarrje? Unë vjet kërkova domethënë të futesha në këtë idenë që më lindi, por nuk ishte momenti, sepse normalisht gjitha domethënë delet shethen në pjesën e pranverës, kështu që prita pjesën e pranverës që mora lëndën e parë, pra. Dhe duke e futur në përkutir në përizolim të duhur, sepse kjo është gjëja kryesore që nuk duhet të përmbaj lagështi ambienti ku neve e mbajmë leshin, dhe prandaj dhe unë kur i paketoj në për materiale që janë të thata dhe të pambukta. Në momentin që ato janë në kontakt në të thatë, ato mund të kenë gjatësinë shumë të gjatë. Tani, le të flasim pak për hapat që ndiqen për të arritur në atë versionin e duhur të kësaj lënde, të leshit, që përdoret për... Tani, ne sot kemi sjell pjesën domethënë të pastër edhe për efekt estetik, por në momentin që qethen delet, normalisht ato mbartin edhe pa pastërtit, sepse delet rrinë gjatë gjithë kohës në kullot edhe kanë baltë. Mirë po dhe kjo ndikon në pjesën e aromës dhe në mikrobiologjinë e natyrës së deles. Atë neve e marrim në momentin që është qethur, të gjithë materialin bruto, e përpunojmë, e heqim pjesën që është më shumë e dëmtuar, e bërpis. E dëmtuar, po e bërpis, pra që mbart baltën dhe është pa pastërti. Atë e heqim dhe pastaj e hapim, fillojmë dhe e hapim një nga një në mënyrë artizanale, thjesht me dorë, dhe në këtë mënyrë kur ti fillon dhe e hap, ato pa pastërti fillojnë dhe bien vetveti. Normalisht kanë edhe për shembull nga këto pjesët që kalojnë te bari, ju ngel pak nga pjesa e barit, apo çfarë ka natyra, pra. Edhe në aromë që është aroma akoma dhe kjo gjë ka të bëjë me lanolinën. Lanolina është pjesa e yndyrës që leshi ka
dhe ajo e bën gjithë magjin. Na afrove me fshatin. Po, ndihet direkt aroma e fshatit. Dhe kjo e bën pra që të ketë efektin kurativ, sepse ka dhe lesh që tregtohet që është i larë, jep ngrohtësinë, që e ndihmon ngrohtësia, por nuk ka pjesën e aromës. Po ta shikojmë për shembull këto që janë të petëzuara, që janë të përpunuara në materiale mekanike, këto e ndryshojnë strukturën e leshit, sepse i japin një nxehtësi dhe aty ndryshon struktura e fije së leshit. Leshi, kur është i pastër dhe i pa përpunuar, brenda klimës së vet, përmban keratin. Dhe keratina i jep një strukturë shumë të lehtë dhe i jep ajër. Ky ajri e përbën që të thithë lagështirën kur ti je sëmur. Kjo është domethënë shpjegimi. Ka disa veti që kur përpunohet në formë të tillë, siç janë ato të fabrikuara, i humbasin vlerat. Dhe në momentin që është, domethënë, si e marr nga delja vetë dhe e përdorur, atëherë domethënë do bëjmë më shumë efekt. Siç thoshën dikur nënat, në momentin që kanë qenë me bronkopneumonia apo me sëmundje shumë të rënda, i kanë pas futur në stalla fëmijët apo të rriturit që kanë fjetur aty disa ditë dhe janë shëruar. Kot nuk i kanë thënë, pra. Sa kohë merr përgatitja për ta pastruar siç duhet? Pra, përgatitja normalisht varet edhe nga sasia, po, duke qenë sa unë përdor një sasi ku përllogaris 3 napa, brenda një mbasditeje unë mund të bëj 2-3 porosi, nuk është diçka që më ha shumë kohë. Thjesht ne ecim sipas porosive. Në momentin që dikush më jep një porosi, unë ja përgatis, ja bëj gati dhe ja dërgoj ditën tjetër. Kjo gjë domethënë tregon që është akoma dhe më e pastër dhe nuk është diçka që më ka ndetur aty. Këto produkte kryesisht përdoren për fëmijët, apo jo vetëm? Përdoren dhe për të rriturit normalisht, domethënë që të gjithë kemi nevojë për të prekur pak natyrën. Si në këtë variant, po dhe në mënyra të tjera. Me fëmijët është më shumë e evidentueshme, pra fëmija e dallojmë me njëherë që jep më shumë efekt. Duke qenë se dhe mushkët janë më të vogla, edhe efekti për shembull kur janë të sëmurë me një ndihmë direkte, me një suport, ato japin shfaqen direkt përmirësimin. Tani ne jemi një laborator këtu në EATN dhe normalisht nuk keni si të largoheni pa demonstruar diçka në studio. Çfarë do të demonstrojmë sot për Sot do demonstrojmë se si ta paketojmë, pra që ta vendosim në një nap, edhe se si ta përdorim tek fëmijët, që mund ta vendosim në mënyra të ndryshme. Në rregull. Fillimisht mund të shkojmë të blejmë një nap pambuku, sepse ajo ka të bëjë që janë produkte të cilat nuk kanë përmbajtje plastike dhe janë origjinale. Pambuku është një material shumë i mirë për lëkurën tonë dhe e përthithim shumë mirë. Në momentin që e marrim pambukun, do ta presim dhe do ta bëjmë në napa të cilat do të jenë të vogla për pjesën e vendosjes të pjesa e gjoksit. Edhe një rritur mund ta vendosë dhe një i vogël nuk ka ndonjë problem. A kërkojnë her pas here edhe masë më të madhe? Po, janë edhe jastishet që përdoren. Zakonisht domethënë kërkojnë sepse ne ecim gjithmonë me çfarë na kanë thënë gjyshërtan. Kemi gjithmonë të dëgjuara. Dhe tani duke qenë se jemi një brez të paktën brezim që po kërkon të kthehet prapë te natyra, sepse u sëmurëm duke pirë shurupin, u sëmurëm duke pirë ilaçet dhe po përqafojmë më shumë natyrën. Pra e gjej më mirë një ndihmë tek fruta dhe perimet se sa tek ilaç direkte. Pra këtu ne kështu do ta vendosim, domethënë do vendosim direkte te pjesa e napës me pambuk. Vendosim një pjesë leshi i cili është i pastruar, e kemi kaluar me dorë, gjithë procesi është domethënë thjesht hapje. Hapje është çështje durimi. Siç thoshëm dikur që durimi ka të bëjë me shërimin e orizit, tani dhe kjo është një çë paralele. Edhe pjesa e pastrimit. Dhe kjo do kohën e vet që të arrijë domethënë të realizohet tamam. Në momentin që neve e vendosim te napa, mund ta qepim me një gjilpër vet, nëse kemi një makinë edhe me makinë mund ta vendosim. Unë kështu i kam mbyllur të gjitha me makinë dhe ju jap mundësinë që ta mbajnë këtë napën për ta ripërdorur. Pra në momentin që përdoret disa herë dhe vlera kuruse ikën në momentin që aroma largohet. Ndërkohë gjithashtu këtë mund ta mirëmbash. Dhe mirëmbajtja është disinfektimi në diell dhe ajrosja. Pra, doktor Gjilpëra. Po, vërtet. Kështu që gjithë gjërat ndërlidhen me njëra tjetrën. Dhe në momentin që neve e vendosim aty, këtë për shembull mund ta vendosim tek fëmijët kur janë e gjumë, sa është momenti më i thjeshtë që ne mund t'i komandojmë pak dhe mos na bëjnë nazë. Jo vendosim te pjesa e gjoksit ose te pjesa e kurizit, edhe mund t'ja lëmë gjatë natës në momentin që nuk ju shfaq rritje temperature në kuptimin që t'ju japi vap apo djersitje.
Se vetëm kaq kujdes duhet bërë, duhet para i momenti parë dhe pastaj mirëmbajtje. Sa vlerësohet ky produkt në treg? Edhe nga njerëzit në përgjithësi? Unë, duke qenë se shikoj dhe mamat e grupë moshës time, të cilat dhe ato po përkrahin sa më shumë natyrën të fëmijët e tyre, shikoj që kanë filluar ta kuptojnë vlerën. Dhe pjesa tjetër janë ata që kanë jetuar me gjyshrit apo kanë jetuar në fshat, që ja dinë vërtet vlerën, e kanë parë apo dhe e kanë dëgjuar. Më ka ndihmuar shumë për shembull kur më kanë shkruar që na solli pak aromë fshati në shtëpi, se kam dërguar edhe në diaspor. Edhe ata janë kënaqur me këtë pjesë. Dhe po të shikosh edhe në pjesën veriore të Europës, si për shembull Irlanda apo Norvegjia, dhe ata janë shumë përkrahës të përdorimit të leshit. Përveç se në punimin e trikove të leshit, edhe ata e përdorin këtë teknikën siç e përdorim ne. Domethënë, të parët tanë e kanë përkrahur në mbar botën. Ka persona që kërkojnë sasi më të madhe sepse duan ta përpunojnë pastaj për të realizuar ndoshta për bebet edhe ndonjë veshje. Po, ajo pastaj do ishte pak më e vështirë, sepse normalisht ajo ka nevojë për një lloj teknike që duhet një lloj produkti që ta ndihmoj. Po jo, se ka gjyshe në shtëpi që ka i gjyshe, kanë ato por përdoret produkte. një bleshi përpunuar i cili është edhe Pra nuk është, e kuptova, nuk është i njëjti që po, nuk është i njëjti, kjo është më shumë për pjesën kurative, pra që të përdoret direkte në lëkurë. Në momentin që ke edhe dhimbje me kyçet, përdoret po e njëjta gjë. Domethënë, thjesht ideja është që ky termoizolimi që leshi jep ngrohtësi ambientit që ka inflamacion në trup dhe ajo rrit pjesën e qarkullimit të gjakut dhe përmirësimi vjen me kalimin e kohës. Pra, kryesisht përdoren në këtë formë, që vendosen në kraharor, si Po, shte. në kraharor, ose dhe te Por, gjunjët ndoshta i edhe kanë tek përdorur. jastiku, ose për të Jastiku, sepse lidhet edhe me mbushur. aromaterapinë. Domethënë nuk është vetëm pjesa e terapisë fizike, por është edhe ndjesia nga aroma. Dhe thjesht fakti që ti ndjen që po përdor diçka për t'u ndihmuar, për t'u shëruar, e njëjta gjë është dhe me vajin e eukaliptusit apo me një vaj tjetër. Prandaj quhen aromaterapi, sepse hyn në sistemin tonë nervor dhe na ndihmojnë edhe psikologjikisht për të shëruar më shpejt. E vërtet. Një punë shumë interesante kjo në fakt e punimet edhe mirëmbajtjes së këtij produkti që her pas here edhe harohet, por njerëz si ju, por gjithashtu edhe gjyshërit ose familjarë të tjerë na i rikthejnë në vëmendje sa e rëndësishme është që t'jemi afër me natyrën me produkte të tilla. Është e thjeshtë gjetja e lëndës së parë në Shqipëri? Apo Po, se gjete do të në Shqipëri. Domethënë, Neve vazhdo- kemi kontakt më shumë me fshatin, si shqiptar, si qytetet dhe të ndërlidhura me fshatrat, sa që mund të kenë njerëz që jetojnë në vend metropole. Kemi Ne kontakt me fshatin, por duhet thënë që nuk ka aq shumë le të themi në dispozicion, sepse Nuk kanë marrin edhe dispozicion, për por lëndë të çështjen- parë për çështjen e ta kohës, punuar, edhe po. çështjen e kohës. Domethënë në momentin që qethe ndelet, që është pranvera, atëherë është momenti që ti mund ta përdorësh atë, se pastaj pjesa më e madhe për shembull e bujkëve e hedhin diku dhe nuk prandaj. përdoret edhe po mbajti në lagështi ajo i humbet vlerat edhe krijon mikrobe dhe gjëra. Në momentin që sapo e merr në fillim, atëherë mund ta përdorësh edhe ta kesh në konsum Po, sepse duhet ruajtur, efektiv magazinuar Në në kushte të duhura. kushtet të thata. Pra, kushtet e thata nuk e ndikojnë mikroklimën e leshit, sepse nuk japin lagështi dhe lagështia e përkeqëson. Pra dhe prandaj kur thash për shembull që pas përdorimit të fëmijët një herë, dy herë e vendosim në ajër për sterilizim dhe për marrjen e ajrit të pastër për tu kaluar pjesa e lagështisë, për tu larguar. Sidomos në diell, për të lënë në diell. Dielli është Dielli është magjik shpëtimtari. për këtë rast. Për të gjitha, Një po. formë dezinfektimi natyral që i realizohet, Një sepse formë. produktet e tjera më pas e humbasin, bëjnë që të humbasi naturalitetin edhe vlerën të cilën Dhe e ka. vlera që tjetër, domethënë që ka përdorimi i materialit të leshit, është gjithmonë ajo pjesa që është produkt natyral, i cili po ta shikosh edhe degradohet kollaj në tokë, si toka, sepse është unë me tokë, nuk është materialet plastike të cilat ndikojnë keq në organizmin tonë. Kështu që dhe kjo pjesa e njerëzve që përkrahin materialin bio, që përkrahin pambukun, që përkrahin kashmirin, që përkrahin leshin, ja dim vlerat akoma dhe më shumë, sepse materiale të tilla kanë frekuencë shëruese. E vërtet, dhe sa më pak të jenë të përpunuara, aq Aq më më shumë të vlera larta kanë. janë vlerat që ka. Falenderoj shumë e dashur Faleminderit që ishe ty. pjesë e emisionit Ishte e kënaqësi. Atene, edhe që na tregove disa nga vlerat e këtij produkti dhe që bëre të rikthejmë syt edhe nga kjo formë kurimi her pas here, që do t'ishte shumë e mirë, sidomos për ata të vegjlit që i kemi me aq me rak. Të uroj të të ecë sa më mbar si përmarrja që ke nisur edhe pse jo të zgjerohet sa më shumë. Faleminderit, ditën e mirë.
E ndërkohë miq, do të zhvendosemi tani në një hapësirë tjetër, linja është për Ivën. Faleminderit Antoneta, ne do flasim tani në manualin e sjelljes, në këndin ton të edukimit në një farë mënyrë, po dhe përçimit të shumë mesazheve, pikërisht për paragjykimet, por edhe për diskriminimin që vjen si pasojë e këtyre paragjykimeve. Do të kemi mundësi që menjëherë pas sigletës, unë së bashku me Antonetën, të vijojmë më tej me demonstrimin e temës, por menjëherë pas sigletës ju prezantoj edhe se më këtë do të jemi të ftuar.